Në 1976 Hamid Boriçi nisi një studim mbi shtypin arbëresh. Projekti i tij mbeti për gjysmë, por jo në harres. Pas gjysmë shekulli, studimi që profesori 96 vjeçare vijoi në bashkëpunim me Jolanda Lilën nga Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët, gjeti dritën e botimit. Kërkimi hedh poshtë tezën se El Albanese d'Italia është gazeta e parë shqiptare, por luajti rol si paralajmëtare e gazetarisë shqiptare. Deri tash ta kemi pas mendimin që gazeta veja shqiptare ka filluar për atyre. Tani del që nuk ka filluar për atyre, por për individët. Janë disa gazeta që janë bromi madh që ne akoma nuk e kemi studiuar. Mendoj që kjo kolege ime do t'i shkojë përpara. Histori e shtypit arbëresh nga Zanafylla deri në ditët e sotme analizon zhvillimin historik të shtypit arbëresh prej gjysmës së parë të shekullit 19, që ka ndikuar në ruajtjen e gjuhës, përçimin e vlerave kombëtare dhe lidhjen me trungun amtar shqiptar. Vepra u promovua në Departamentin e Gazetarisë, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë. Shtypi i shkruar nis edhe mbështetet te njoftimet e vogla. Kurse ajo që unë shoh në libër është një shtyp i cili shpalos një platformë kombëtare, është shtypi i kauzës. Ne na vjen gazetarë shqiptar si një elit intelektuale e nivelit më të lartë, gjë që ne sot se kemi. Profesor Hamidi ka bërë këtu një provokim të madh të mirë për të na tronditur. Kjo pasuri e madhe që profesor Hamidi ka në thelb është ai kërkimi i vërtet shkencor, ndërkohë që librat janë vetëm një pjesë e këtij kërkimi dhe në këtë kuptim kontributi i profesor Hamidit është jashtëzakonisht i madh. Libri shfaq dhe gjendjen e shtypit arbëresh sot, ku të vetmit periodik janë revista Katun 2 Ynë, Jeta arbëreshe në formatin online dhe 2 buletin fetar.